Kemi orë deri te pavarësia të lidhun në bashkëpunim me gjak edhe me njerëz e kemi fitu këtë ditë pavarësisë 17 shkurti 2008. Unë për vete flas që 17 shkurti 2008 është dita më lumtur e jetës sime. A ditë vetëm nga gëzimi, lotët nuk kum dasht edhe mu qmendur se po qmend ke njeri edhe nga gëzimi, nga vullneti, nga të gjitha. Sot, më mbajt zgjedhjet, me shku 2 muj dit, tëre, me mbet pa qeveri, dopsi për gjithë politikanët, pozit dhe opozit, nga kë universitet, kum dalë edhe unë, për kum studiu edhe jashtë, edhe në Zvicër, edhe në Shqipëri. Doktor shkencëtar më ka bon gjuha shqipe, gjuha jam. Kanë dalë shumë ftyra të ndritura, po ato që kanë hyë në politikë, nuk kanë hyë të përgatitur, kanë hyë vetëm për interesa, edhe e kanë keq përdor dijen edhe shkencën për interesat personale edhe nuk kanë sukses. Jam këtu me profesor doktor Yusuf Musliun, i cili ishte edhe njëherët edhe profesor në këtë universitet. Se çfarë do të na thotë sot lidhur me mos formimin e qeverisë, edhe cilat janë shkaqet pse s'po bëhet qeveria, po kush tjetër mundet me na tregu më hollësisht. Edhe mendimi i tij është shumë i vlefshëm për arsye sepse ka mbi 40 vepra të shkruara. Përshëndetje profesor. Përshëndetje për ju, faleminderit për kohën. Unë e thash doktor profesor Yusuf Musliu, i cili ka dhënë mësim edhe në këtë fakultet. Sot qeveria ka mbet pa formu. Çka është problemi? Jemi të shokuar e gjithë populli, të opozitës dhe pozitës. Për ata dhe që s'kan votuar, janë të shokuar, edhe kanë të drejtë pse kanë abstenuar, nuk kanë votuar. Janë shumë të zhgënjur ky populli, shumë vujtur. Shumë përjetime, shumë pushtime gjatë pithujve, nuk po përmendi histori gjatë, po prej perandorive më të rëndësishme, bizantine, romake dhe në fund turke, osmane dhe serbo-ruse. Kemi orë deri te pavarësia të lidhun në bashkëpunim me gjak edhe me njerëz e kemi fitu këtë ditë pavarësisë 17 shkurti 2008. Unë për vete flas që 17 shkurti 2008 është dita më lumtur e jetës sime. A ditë vetëm nga gëzimi, lotët nuk kum dasht edhe mu qmendur se po qmend ke njeri edhe nga gëzimi, nga vullneti, nga të gjitha. Sot, me ardhë puna mas 7-18 vite, mu krye zgjedhjet, mos mu aprovue qeveria me mbetër ky populli pa qeveri, pa ligj, pa sistem drejtësisë, edhe me atë qeveri të dobë që ka qenë prej 17 viteve, jo funksionale, por vetëm politike, as pak juridike, u zhdu të moti me ndryshu sistemin e drejtësisë, me qindra lënd po besin në për gjykata, kur në gjykata nuk zbatohet drejtësia për politika, aty është ma shumë se krizë politike, ngërç politik, paralizë politike. Edhe, çka dohet me bërë? Unë bëj apel, thirrje te populli, ata që janë në parti politike, ata që s'janë heq, të gjithë janë këtij populli, atë dheu është shtëpia përbashkët e të gjithëve. Kemi hise të gjithë, po kush ka ma shumë, ai që punon ma shumë për ta, për këtë popull e për këtë shtet. Ka hise edhe ma shumë, mos t'i përmenit të kalumet, se kemi heroj ma shumë se për këtë tokë, ma shumë se çdo popull tjetër.
kemi derë gjak ma shumë se çdo popull tjetër. Edhe pse thojnë populli vogël jemi, jo, jemi shumë popull i madh. Po nuk e dim vetë nëse na u ka shtrëmu historia, kanë ikë me mërgjimtarët tona për tënë botën, që s'ka po sistem drejtësisë kemi qenë pushtuar. Sot, më mbajt zgjedhjet, me shku 2 muaj ditë, të re, me mbet pa qeveri, dobësi për gjithë politikanët, pozit dhe opozit, ndashnë të midhnohen, ndashnë të tranohen. Une jam Isuf Musliju, une e du shtetin, populli e don shtetin, jo mu shty partit tër veti, kur vje puna e formimit, e luftës, e formimit, e interesave kombëtare, shtetënore, do të bëhen të gjithë një gjuhë, një mendimi. Edhe atëhere duhet me pas edhe opozit. Duhet të bashkohem dhe kërkojmë, po kërkojmë po ju lutëm politikanëve, të lanë anësh pozitat, familjarizmat, interesat personale, por të formohet qeveri e drejt funksionale, me pozit edhe me opozit, edhe në të fillon sistemi drejtësis, në të fillon paqja, populli mos tik për këti venit, mos të lëshon këtë vend. Gjëna fosht për viktima sa, për familje sa kanë shkue, e sa ndoshta dhe të shkojnë. Kosova nuk ka për të humbur. Politikani duhet jetë shumë i përgatitur. Kur donë mu bon politikan, le t'i harron interesat personale, vetjake, familjare, po nuk bon, si kur thot populli, le të bëhet kurban, nuk di se për këthej ndryshe, kurban për këtë populli. Nëse ka qëllimin e përfitimeve personale, mos të hynë politik, se ka me po vetvrasje ose vetvrasje. Kaq. Faleminderit që ishe pjesë e jona, po deshta më ta lidhe dhe një pyetje. Shumica prej njerëzve që janë mbrana qeverisë Kosovës kanë dalë edhe prej këtyre dyrëve këtij universiteti. Edhe po thonë që na po jena me politikën, por nuk po aprovojnë ata që servojnë politika. Çfarë mendimi ki për këta? Nga ky universitet, ku më dalë edhe unë, por ku më studiu edhe jashtë, edhe në Zvicër, edhe në Shqipëri. Doktor shkencëtar më ka bon gjuha shqipe, gjuha jam. Kanë dalë shumë fytyra të ndritura, po ato që kanë hyrë në politikë, nuk kanë hyrë të përgatitur, kanë hyrë vetëm për interesa, edhe e kanë keq përdor dijen edhe shkencën për interesat personale, edhe nuk kanë sukses. Ata janë të dështuar, politikanë të dështuar, kanë me dështue edhe kanë me pa veten që kanë dështu, po është vënë dikur. Mos të dënoft populli, se kur të dënon populli, ti je i humbur edhe i tretur. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Ju të dashur miq, rreni me neve sepse gjanat e mira i sëllën veç na. Me neve ish doktor, profesor Isuf Musliju, kështu që rreni me neve bukura ka një emër, a emër Rinana Kosova Info.